Kryetari i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski paralajmëron një sër projektesh për qytetin e Shkupit. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se Luna Parku që pritet të ndërtohet në Shkup nuk do të jetë vetëm për fëmijë. Gjorgjevski njoftoi se deri në qershor të vitit 2027 pret që të hapet zyrtarisht parku argëtues për të gjitha moshat. Do të jetë një park argëtimi për të gjitha moshat. Më në fund, Shkupi do të ketë një Luna Park dhe ashtu siç u kam premtuar qytetarëve jam thellësisht i bindur se procedura do të ketë sukses. Tani jemi në fazën përfundimtare të tenderit, besoj se do të zgjidhet një ndërtues serioz dhe se rreth qershorit 2027 do të mund të prehet shiriti. Më në fund, fëmijët tanë do të kenë një vend ku do të krijojnë kujtime dhe ku do të mund të kalojnë fëmijërinë e tyre në mënyrë të lumtur. Ndërkaq, Gjorgjevski tha se edhe procesi për projektin e transportit të shpejtë me autobus është zhbllokuar në bashkëpunim me Bergjin pas një periudhe disa mujore përgatitjesh. Bëhet fjalë për një projekt serioz për qytetin e Shkupit i cili në përgjithësi pritet të zgjidhë bllokimet në trafik që lidhen me funksionimin aktual të autobuseve nëpër linjat e qytetit. Nga ana tjetër, siç dihet, përmes këtij projekti do të sigurohen edhe mbi 30 autobus të rinj. Kjo do të thotë se, sipas vlerësimit tim më së voni në fillim të vitit të ardhshëm kalendarik, do të mund të nisin aktivitetet ndërtimore dhe puna në terren. Kryetari i Shkupit gjithashtu theksoi se përballja me ndojtjen dhe trafikun kërkon çaste të kombinuar, duke paralajmëruar investime paralele në infrastrukturë rrugore dhe transport ekologjik. Sipas tij, ndërtimi i rrethorrotullimeve synon të ulë bllokimet dhe emetimet nga automjetet, veçanërisht gjatë dimrit. Në të njëjtën kohë, ai njofton masa për përmirësimin e cilësisë së ajrit, përfshir zhvillimin e kapaciteteve me gaze në bashkëpunim me qeverinë me qëllim që anëvisërit që përdorin dru të kalojnë në alternativa më të pastra për ngrohje.